Ish shefi i shërbimit të inteligjencës serbe Aleksandar Vulin ka bërë një deklaratë kërcënuese kundrejt kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, duke bërë analogji me eliminimin e Ajatollahut Ali Khamenei nga Izraeli. Do t'u kërkoja shërbimeve tona të hartonin një plan të qartë, si do t'i trajtojmë individët, me emër dhe mbiemër, të cilët janë bartës të politikës anti-serbe. Pastaj, ta mendojnë ata se çfarë mund t'u ndodhë, tha Vulin në një intervistë në një televizion serb. Nëse Izraeli mundet, Mossadi, pse nuk mundemi ne? E kemi bërë këtë edhe më parë. Ne e dim se si bëhen këto punë. Neve askush nuk na e ka frikën. Kurti nuk e ka problem që ta aktrojë ndonjë marrëveshje dhe nuk e ka frikën që do të ketë pasoja për këtë. Nuk ka frikë që mund t'i ndodhë ndonjë gjë atij, ashtu edhe njerëzve të tij. Pas deklaratës së Vulin, personi shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara, ka reaguar edhe ministri i brendshëm i Kosovës, Xhenal Sveçla. Është e papranueshme dhe thellësisht kërcënuese të importosh analogji nga një konflikt me dinamik lufte të hapur, kërcënime të armatosura dhe operacione të shpallura kundër aktorëve të konsideruar armiq, dhe t'i aplikosh ato në raport me kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Albin Kurti, nënkupton normalizimin e logjikës së operacioneve sekrete, si mjet kërcënimi dhe destabilizimit të drejtpërdrejt në Ballkan, tha Sveçla. Është e njohur se Aleksandar Vulin ka pasur marrëdhënie të ngushta politike dhe institucionale me Rusinë, përfshirë struktura të inteligjencës, si dhe me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić. Për shkak të aktivitetit të tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë vendosur në listën e sanksioneve, duke përmendur ndër tjera lidhje dhe bashkëpunim me aktorë rus të inteligjencës. Historia jonë e afërt dëshmon se strukturat e inteligjencës serbe kanë qenë të përfshira në vrasjen e veprimtarëve të shquar politik shqiptar, si Jusuf Gërvalla, Bardosh Gërvalla dhe Kadri Zeka. Prandaj kur Vulin deklaron se inteligjenca serbe di ta bëjë këtë, ai referohet një precedenti të rrezikshëm. Mbetet i papranueshëm tolerimi i gjuhës kërcënuese dhe aspiratave për veprime të dhunshme apo cenim të sovranitetit të vendeve të tjera. Sveçla shtoi se rasti i dy shtetasve bielorus dhe një stetasi rus, të cilët pasi fillimisht kishin qëndruar në Serbi, hyni legalisht në Kosovë të kamufluar, shkon përshtat me retorikën e Vulin. Kjo deklarat përbën një precedent të rrezikshëm dhe një kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj Republikës së Kosovës dhe kryeministrit të saj, zotit Albin Kurti. Përveç lidhjeve të dokumentuara me Rusinë, Vulin njihet gjerësisht si zë artikulues i qëndrimeve të presidentit Aleksandar Vučić. Institucionet e Republikës së Kosovës, në nivel të lartë profesionalizmi, po i përmbushin mandatin kushtetues dhe ligjor. Ato janë të gatshme të përballen me çdo lloj kërcënimi në mënyrë profesionale dhe në përshtatje me ligjin. Njëkohësisht, ne si bartës të institucioneve nuk zbrasemi përballë këtyre kërcënimeve dhe do të vazhdojmë rrugën tonë drejt forcimit të Republikës sonë të pavarur dhe sovrane. Përpjekjet e Rusisë dhe Serbisë për destabilizimin e rajonit duhet të kenë vëmendjen e plotë të faktorëve relevant. E as Vulin, e as Vučić nuk mund të na friksojnë, e as nuk mund të na ndalin. Vulin ka mbajtur postin e zyrkryeministrit të Serbisë në periudhën 2020-2025, ndërsa ka shërbyer si shef i inteligjencës serbe BIA nga dhjetori 2022 deri në nëntor 2023.